Përshëndetje, mirë se vini në një tjetër video në këtë kanal. Është video i Shqipërisë. Po vi në Shqipëri. Çfarë kuç të vesh tani? Të vesh këto apo mokasini me çorape kështu? Është shumë kringe. Po fuskami nga Kore. Tani po, duke më mirë këto. Po. Nuk janë më mirë. Po. Kjo është outfiti Milos, ja, ka lesh, veç lesh. O Luçi, edhe këto balerinat kafe, kam bërë koleksion me balerina, edhe të gjitha të paveshura si e shikoni. E vetë në Afrika ime është që do më dhe më gambët, duke qenë që është herë e parë që i vesh. E në franceze. Gati t'ikëm të pim kafe, do marrë me Lushin me vete, se po tërbohet, e zërë dhe është më mirë me vete. Edhe sot, është ditë e fundit që kemi për të marrë në telefon korierët për Shqipëri, me shpresën që vi nesër e dërgojmë robat, për ndryshe bazari nuk do bëhet. Ose do i sjell Klajdi vet me makinën e vet, deri në Shqipëri ro. Shpresoj që do shkojnë të gjitha mirë. Na ka zgjuar sot në mëngjesin fugon, që është akoma diku këtu, sepse po dëgjoj zhurmë. Nuk është fugon, nuk është kamion, është komshiu që ka thirrur skuadër për t'i pastruar aty oborin. Por pse në orën 8 të mëngjesit të pastrojnë oborin? Do mundeshin të fillonin? Ku e di unë? Në orën 9 që është tani, në orën 10 mbase. S'ka gjë, kështu detyruam të zemi ne herë edhe të shfrytëzojmë të gjitha oportunitetet që ka të na fal kjo dita. Kemi makinë të re. Nuk është se bleva makinë të re, por makina e Klajdit Skoda ishte prishur një gjë që ju thash, nuk e di. Edhe ka çuar Klajdit e mekaniku që të ndroi atë gjën që është prishur edhe i kanë dhënë këtë makinë sostitutiva. Shumë e bukur kjo makina, një Citroen është. Mua më pëlqen Citroeni. Po Citroeni është makinë franceze, edhe Skoda çfarë makinë është gjermane. Edhe desha ta ngas një nga këto ditë. Mbaj mend që kishte edhe një herë tjetër makinë Citroen Klajdi, më pëlqente kur e ngisja. Pa është mjaft e gjatë kjo, është mjaft e madhe, është edhe lartër edhe e gjatë. Re, e gjatë jo, kush e di sa, por për një njerëz që është mësuar me gjysmë makine Smartin, e gjatë të duket kjo pastaj. Kështu që po, let's go get our daily caffeine. Më thatë që gjarpërinjt në ender janë njerëz që të kanë zili, janë armiq. Nuk besoj që kam armiq. Le ta kapëm domethënë nga bazë. Disa nga ju më thatë që nuk duhet i themi ëndrat. Më duket edhe mami ma kishte thënë këtë dikur, më kishte thënë që kur shoh ëndrat të këqija, të bëj disi kështu flokët, e flokët që më ngelen në dorë i hedh. Gjithmonë dëgjoj gjëra të ndryshme. Varet nga tradita që ka çdo krain, çdo zonë vet mbase. Por unë dua të pyes, edhe kjo gjëja e t'i dhënit një sqarim ëndrave. Ku ka filluar? Kush ka thënë që po pe gjarpërin në ëndër është që dikush të ka zilje do mundoj të bëj keq edhe armiqëri njërin tjetrën. Po pam lek të shkoqura janë mirë, po pam lek kështu karte je në ëndër shumë janë keq. Kush i ka nxjerrë këto gjërat? Si sqarojnë këto në mënyrë shkencëtore? Jo shkencore, se nuk është as shkencar. E thosha unë gjatë gjithë videos, javën e kaluar shkencar. Ma shkroi të ngocat poshtë te komentet, më mori mami më tha, "O të keqën mami, shkencëtar thuhet, jo shkencar." Tani, po, mënyra shkencore themi. Për shembull, e tha një gocë këtë ose një çunë, pastaj ditën tjetër vun re çfarë ndodhi në jetën e vet e than atëherë kjo do jetë kjo. Si kështu supozoj ka filluar. Ishte atëherë jeta e fshatit ku gjithë njerëzit jetonin afër bashk, takoheni më shpesh njerëzit edhe diku lidhnin rutinën diçmore me ç'a ndodh në ëndrave dhe njerëzit flisnin për këtë atë, besoj. Ashtu mund të kenë lindë. Po unë do të pyes një gjë. Çfarë është rutina ditëshmore? Erdhëm një xhiro në Modena, që është një nga qytetet që kemi afër, sepse ju thash javën e kaluar që desha të ble ndonjë bluzë të thjeshtë, po nuk bleva asgjë. Thash të hedh një sy edhe te H&M, sepse më pëlqejnë basics që ka aty. Plus në qendër ka edhe Zara, ka edhe të gjitha dyqanet e tjera. Kështu që po nuk gjeta edhe te H&M, asja mund të bëj një xhiro tjetër. Edhe Crossing Fingers që diçka do gjej sot, sepse nisem edhe për Shqipëri desha të kem diçka me vete. Të bukur, cute të vesh aty. Për ndryshe, vesh ato që kam. Por edhe ato që kam duhet të më zbresburi, sepse akoma vazhdoj të kem vetëm rrobat e dimrit time. E më duhen rroba pranverore të mundem të vesh. Ky seti këtu, sikur më pëlqen një çik, por ka marr pafund rroba, po të shikoni këtu ana shmeje. Edhe ky ishte i vetmi set që një çik më pëlqen. S'jam edhe 100% e sigurt. Buri im duket që është shumë i lumtur sot për këtë ditën që po kalon me gruan duke bërë shopping. Kam alergji jeta, po vdes nga alergjia. Po vdes nga alergjia i shkreti, për ndryshe do ishte full happy, po. Ja që sot diçka gjeta. Gjithmonë te H&M gjej basics të mira. Nuk po them super mega wow, por janë ato që unë kisha nevojë. E për bluzë erdha, po pantallona mora si përfundim. Because why not? E dini çfarë? Kisha shumë pantallona, mendoj që nuk më rin mirë, kështu që do i gjeni pantallonat e mia të bazarit. Prandaj unë duhet të ble pantallona të reja. Edhe nuk i dihet, vitin tjetër mund të mendoj përsëri që nuk më rin mirë. E do gjeni edhe këto që bleva si 10 vjet e bazarit. Pse disi kështu po fillova ne po shkon kjo historia. Mini haul, sepse
pak gjëra janë. Këtë e bleva te Zara. Tash këtë bluzkën. E thash, muaj që nuk kam gjokë, se nuk do më ri bukur. Pastaj provova, më pëlqevi si më rinte dhe më pëlqen edhe ngjyra. Kjo ngjyra e ullirit. Leteçin e mora, si u thosh pantallona. Ja, basics. Beige, të gjata. Që janë kështu shumë flowy, më pëlqen që janë të rehatshme. Problemi im është që forma ime trupit është forma e dardhës. Jam e ngushtë, mjaft shumë lart edhe me e gjerë poshtë, jo. Po që sa e gjerë, po me i gjerë poshtë. Kështu që te pantallona, të gjitha më rinë shumë të lirshme te beli, tepër. Këto më rinin mjaft mirë. Janë numri extra small, numri më i vogël që kishte edhe prap kishte pak hapësirë te beli. Jo që jam oh so tiny edhe so small edhe so Jo, thjesht belin e kam shumë të hollë. Edhe mora edhe një palë, po i njëjti stil, po i njëjti material, ngjyrë kafe. Për këtë temë nuk jam shumë e sigurt po bëra mirë që e mora, po jo, por tani e bëra. Është një bluzë, se si thash bluza kërkoja, nga këto këtu që kanë dalë tani në mod, ku mengët janë mengë prej lakuriçit të natës. Kështu i them, mengë Batmanas. Tani neve, lakuriçin e natës. Pse e themi lakuriçin natës? Si na ka erdhur të quajmë një kafsh lakuriçi natës. Deri që është shumë e gjatë si emër. Por pse? Në italisht ka një emër shumë fani, quhet pipistrello. Pipistrello. Këto ishin edhe blerjet e mia. Maritën e pako të tjera. Hajde një japëm bashk. Ditën që hap vlog të marri pako është gjëja më e bukur, se mund të hap pakon time direkt pa pritur. Tek shenjë ka roba banjo fantastike, edhe koleksioni i ri ishte yll. Ka marrë roba banjo, ka marrë pafund roba banjo, edhe përse plani që kishëm për këtë gusht, për udhëtimin që do bënim këtë gusht, nuk do bëhet me. Haha, edhe nuk kemi plan të ri për çfarë do bëjmë. Nuk kemi prenotuar pushime vlla. Nuk e di ku do shkoj. Nuk e di po do shkoj. Por aman roba banjot i mora. Janë nga marka Musera, që ka edhe roba, edhe bijame, edhe activewear, e roba banjo fantastike. Apo, mora këto. Janë me polka dots, butter yellow, me kafe, me ruffles, i ka të gjitha. Thret emrin tim. Edhe pjesa e poshtme, look at this beauty. E ju kam thënë që mua nuk më pëlqen të jem shumë ekspozuar, të ndiem ekspozuar, kjo është një palbreçka normale. Të ndihesh rehat, mjaft e mbuluar. Pastaj, kanë dalë shumë në mod këto detajet kështu gold tani, kështu që mora këto triangles të thjeshta me këtë detajn që besoj do duket shumë elegant. Pjesa e poshtme duhet jetë kjo, po. Edhe te pjesa e poshtme bikini kemi detajn, përsëri shikoni, është një bikini shumë nice. Plus më pëlqen kur mund të marr veç pjesën lart e veç pjesën poshtë, sepse shumicën e rasteve këtë pjesë marr extra small dhe këtë marr small. Ndërsa kur ti marr bashkë kemi problem, sepse njëra pjesë lart të poshtë nuk do ri aq mirë sa do desha una. Ka marr edhe diçka tjetër, prap kafe, edhe kjo ka një detajn në mes, ndryshe nga e para që është gold, shumë e bukur e kjo, dhe kjo ka brenda edhe pads, që ajo e para nuk kishte. Këto më duken pak më të vockla, duhet i provoj e të shoh si do më rinj. Shpresoj që kjo të më pëlqej kur ta vej, sepse kështu në pamje më pëlqen tepër. Është një bikini, por duket sikur janë dy bikini ndryshe, njëra brenda tjetrës. Edhe ja kisha parë Dua Lipës që kishte veshur vjetë diçka të këtillë, më pëlqevi tepër. E thashë di çfarë do e provoj, pse jo? Duhet në këtë jetë të provojmë. Kështu është pjesa poshtë që ka edhe këto detaj, po shumë bukur. Shpresoj tepër shumë të më pëlqej si për meje, sepse tani Dua Lipa është edhe Dua Lipa. Okej, just say. Po, mora një set që është kështu e qendisur. Të qendisura tani në behar, nga njëra nuk mundem t'i shoh me sytë e ballit, se më duket sikur një njeri që vesh gjëra të këtilla është duke pëllcitur vak. Nga ana tjetër, kjo qendisura nuk është aq e trash sa ato të dimrit. Është e qendisura po stafat për behar. Ka edhe shortsin e vet. E për shumë e vockël më duket. Extra small, ja kam bërë gabim, duhet e kisha marrë small. Nëse do shohim. Love it. Mora edhe këtë fustankën, edhe kjo është kështu e thyrur, është një mini dress, edhe ka kurizin mbrapa të hapur. Ka marrë të kem opsione. Këtë e mora sepse më kujtovi shumë markën Missoni, printin e asaj markeje. Kjo është e gjitha hapur para, kështu që do duken roba banjot, me këto mengat kaq shumë dramatike. Kam bërë shumë zgjedhje të mira. Mora dy të shkurtra thash shumë tani, mos marr edhe një të gjatë, por edhe një të bardhë, përsëri me detaje gold, përsëri me këtë thurjen, por e cila arrin deri në fund të këmbëve. Nuk do më duket shumë bukur. Thjesht tani duhet të gjej edhe ku do i vesh. Çfarë do të thënë kur të zë një dhimbje mbrapa veshit? Mos është dikush duke më bërë vudu. Ata armiqt e mi gjarpër kanë marrë një kugull vogël Angela, edhe i bëjnë krup. Kështu me gjilpera, prandaj më japën mua kriza këtu te veshi kënde ande. Jo, e di që jo. Ishte thjesht kështu për t'i dhënë një ton më dramatik vlogut, kuptoni? Ndërkohë më erdhi cikli. Po e ndjeja që në mëngjes diçka nuk shkon mirë me trupin tim. E me psikologjinë time ka këtu 2 ditë që nuk po shkon asgjë mirë. Supozojse që do më vinte cikli të hënën. Unë të hënën kam prenotuar, of course, të shkoj të bëj laser. Do të thënë të dielën arrin në Shqipëri të hënën do të bëj laser. Është gjëja e parë që mendova. Të prenontoj
kur do iknim në Shqipëri. Ju kam thënë që lezeri më ka shpëtuar jetën, është investimi më i mirë që kam bërë për veten time realisht. Thash, duke qenë që unë jam stresuar tani për bazarin, do shkojnë të gjitha mirë, s'do shkojnë, do vi njeri, s'do vi, do bet kështu, s'do bet, kënde ande. Thash, hanën që s'pozoj të më vi cikli, nuk do vi të vonoj, do vi të martën, të mërkurën tende, sepse kur kaloj periudha të mëdha stresi, më vonoj cikli. Ha, sepse kur neve bëjmë plane në këtë jetë, sot një shprehje greke të paktën, zoti qesh. Edhe kjo ndodhi me mua. Merrti cikli sot, kështu që nuk do mundem të bëj laser të pjesa e bikinit të hanën. Edhe laseri normalisht bëhet një herë në muaj, sidomos në fillim. E kam filluar edhe bëj një herë në 2, një herë në 3, një herë në 4 muaj, një herë në sa shkoj në Shqipëri. E ka funksionuar në mënyrë të mrekullueshme. Imagjinoni ta bëja çdo muaj. Tani do duhet ta lej këtë muaj. Kjo këtu është një këmbë e parojtur që në shkurt, që para se të ik në Francë, sepse atëherë bëra laser, edhe që atëherë nuk e kam prekur këmbën time. Unë nuk përdor me brisk, ja u kam thënë. As nuk e kam me bashkëpunim laserin me klinikën Grande. Kështu që nuk kam pse të rrit ju flas këtu për laserin, por realisht laseri që kam bërë te klinika Grande është duhet ta provoni. Rilaj tani, rimblit tani. S'ka që jam shumë e lumtur me zgjedhjet e mia, do i mbledh punë madhe, sikur kisha të bëj ndonjë gjë tjetër edhe po. Se po duhet të marr me vete edhe rrobat që bleva të reja, duhet i laj një. Në të gjithë këtë rumujën duhet të përgatisit e valixhen. Sa herë ka marr valixhe të madhe me vete, duke qenë se gjysma e valixhes është mbushur vetëm me gjëra për bazarin. Barabar do bëjnë të pa e kurosura, e do je kuros në Tiranë, prandaj nuk e vras mendjen, se shqyr zotit e kur kemi atje, edhe duhet të mësoj të paketoj në këtë pikë të jetës time, sepse realisht gjithmonë bëj overpacking, marr më shumë gjëra se sa realisht më duhen, por ndryshe kam merakun që s'do kemi mjaftueshëm gjëra. E prap tani po paketoj gjëra që janë mjaft verore, le të them. Duhet të marrë ndonjë xhaketë, ndonjë gjë ta hedh përsipër, sepse nuk dua të kem ftohtë. Mirëmëngjes. Do përgatis kafe në shtëpi, me që i blevëm djetë, se më kishte marrë malli. Ja u thash dje që blevëm kafe. Pa se haro. Jo, do përgatis kafe në shtëpi. Nuk kam çumësht. Tash të bëja në shtëpi që t'ulem të bëj pak punë në laptop. E vërteta është të bëj check-inin, edhe gjëra të tjera që kisha, një 2 editime të vogla, edhe një 2 emaile të vogla. Por jo do shkojmë ta pim jashtë kafe, s'kaq. Nesër në këtë orë do jem xha në Tiranë. Klajdi sot u zgjua e dërgovi rrobat për të bazarit. Isha me një merak që nuk do bëjmë bazari. Edhe nuk e ka zënë gjumin natën, duke qenë që javën e kaluar nuk dëgjovi zilen, ose nuk e vuri, ose nuk e di, nuk e ka zënë gjumin natën, edhe unë isha me shumë siklet, edhe unë zgjohesha shumë shpesh, edhe se zgjohesha e ndeja që edhe Klajdi ishte i zgjuar televizeshe. Në orën 6 duhet të ishte te vendi për të dhënë rrobat. Klajdi në orën 4 paditëm mëngjesit ishte xha shuar nga krevati. Kështu që sot mëngjes e lash të fler pak më shumë, unë zgjova edhe poria në krevat, por s'po ja dilja do të më. Desha kafe, ora po shkon 10. E thash burre, ti çfarë do të çohesh ose ik fli nga dhoma, se unë dua të pi kafe, nuk mundem të rrit pres. E më tha jo do të çoh. E dini atë ndjesin kur bëni valixhen gati, kështu që ju ngelen të viqni rroba pa pikë lidhje në shtëpi. Ta ndjej në këtë moment, edhe pse kam pafund rroba në shtëpi. Dim sikur nuk kam asgjë të vesh. Kush është bukuroshi që nuk fjedi gjumë, që u sakrifikua për realizimin e këtij bazarit. Edhe kafen e pivëm. Hajde të ta ecë mami këta, hajde ti bukurosi. Sot është fest në Itali, është liberazione e Italisë. Nga nazistat që kishin erdhur këtu për luftën e dytë botërore, por edhe nga fashistat, sepse nazistat e Gjermanisë morën mësim nga Mussolini, fashisti i Italisë, ai që ka krijuar ideologjinë e fashizmit. Kështu që sot është liberacione, si quhet liberacione në Shqipëri? Nuk quhet pavarësia, quhet çlirimi. Edhe në qend ishin fëmijët e shkollave që po këndonin, edhe po bënin muzikë, shumë nice, shumë cute. Sot që vendosa mos i marr me vete, kishte diçka më ndryshe. Klajdi futi makinën time brenda, sepse tani do ikë edhe nuk do përdorit, kështu që të jetë këtu oçe. Ndërsa unë do nxjerr rrobat nga tharsja, edhe të shoh çfarë tjetër lavatri që mund të duhet të ve. Janë tharë këto. Mendoj që do mund të ishin tharë më mirë se kaq. I ndeva këto jashtë të rinë në diell edhe të hajnë sa më shpejt. Rrugës, sigur do vesh atlete. Për çfarë këpucë duhet marr me vete, nuk e di, do marrëm këtë, se këtu mbaj këpucët, edhe pastaj sa herë përdor, e fus në lavatriç që edhe jam rehat që është e pastër. Mendoj që balerinat janë një opsion shumë i mirë, sepse nuk zejmë fare vend thuajse. Do marr edhe ato, do marr edhe këto, sepse na duhen një palë këpucë ngjyrë më të errët. Pastaj është problemi. Kam këto që kanë kitten heel, edhe janë shumë të rehatshme. Po mendoj
t'i marr. Bomb do e bëja të valizhen, bomb. Do pëlcas. Deri 20 kg kam buredi. Them të marr edhe këto, edhe xha kjo mbush. Unë desha të marr edhe këto ballerinat që janë kështu burgundy. Se kam marr një bluzë burgundy me vet. Po ja vlen për një tek pull outfiti të marrësh një palkpucë të tjera, nuk ja vlen, kështu që nuk do i marr. Do i kombinoj me ato që xha kam futur këtu brenda. E le të shkoj si të shkoj ky muhabet. Cepi këtu është mirë, perfekt do thosha. Organizova make-upet, skincare-in edhe aksesoret që do marr. Rrobat i kam vënë që dje, kpucat i vura, duhet të vendos të marr një çantë me vete se nuk mund të marr 10 çanta me vete, ose një më të madhe një më të vogël. Who knows? Kam krampa shumë të këqija në bark nga cikli, shumë të këqija. Do bëjmë tani pak të hajmë që të mundem të marr një brufenje diçka. Vlen këto dhimbjet e nga njëra anë më mirë që më erdhi tani cikli që mos vuaj kur të jem në Tiranë. Dhe diçka që nuk ju kam thënë për bazarin. Është që kemi edhe qerin. Krijuam qerin ton. Kemi shumë kohë që po e organizoj me Elianën këtë gjë. Dhe ishim si vjetët e bazarit të gjeni diçka edhe më të personalizuar akoma. Jetë e menduar për ju. Do jenë shumë pak qerin, super mega limited edition. Janë 2 qerin ndryshe. Njëra quhet Clean Comfort sepse është qeriu perfekt, like I swear, për kur keni larg gjithë shtëpinë, keni ndryer çarçafet, keni bërë dushin, keni veshur bijamet tuaja sapo lara, edhe doni të uleni të relaksojeni. Ndiznat e qerinë jep një esencë akoma më të madhe pastërti shtëpisë, ndërsa qeriu tjetër quhet Movie Night, edhe është perfekt për kur doni të uleni, të shikoni një film me të dashurin, me familjen, me shoqet tuaja, ta hani një dark të gjithë bashkë. Ka një bateri Temple, kur të vini, do i gjeni ti bazarit, do mundeni ti mbani herë nga afër vetë juve. Plus si vjet bazari do jetë shumë më mirë i organizuar, si ju thash, do bëhet brenda te një kub në piramida, do ekzistojë radh kësaj here, kështu që ju që keni gjëra të caktuara në trurin tuaj që doni të merrni, ju këshilloj të vini sa më shpejt që të jeni nga të parët në radh, sepse vjet ju që erdhët e dini ishte pak më kaotike situata. Si vjet deshim të jetë çdo gjë në kontroll, që të jetë eksperienca për juve më mirë, por edhe për neve, sepse edhe neve kur organizojmë diçka, duam që juve të ngeleni të kënaqur në fund të ditës. Gjëja kryesore është që t'ja kalojmë bukur. Prandaj si vjet do jetë vibe krejt ndryshe, ju thash do jenë edhe këshërin, do jetë edhe mami me babin. Prandaj si vjet kemi zgjatur edhe orarin, vjet më duket ishim 4 orë, si vjet do jemi 6 orë atje. Dje gjeta edhe outfitin tim të bazarit, sepse nuk e kisha idem fare çfarë do vesh. Unë dje kam zbritur të gjitha rrobat e mia të beharit. Nuk ja u tregova sepse isha në kaos total, ndërkohë kisha në koll mamin edhe Elianën të më japën mendime. E kam zbritur të gjitha rrobat, e kam bërë dhomën kaos edhe kam dendur e kam mbledhur. Aha, po. Bere edhe dushin tim, edhe tani po bëj gjërat klasike, po pastroj pak mirë banjën, lava WC-n, biden, tani po bëj lavamanin, por e dini kush është halli, që kur ikëm edhe unë e Klajdi nga shtëpia, e pastron shtëpinë, mbylleri e pastër. Kur kthesh në shtëpi, i gjen të gjitha drejt, mund të ketë pak plur, po prap, është e pastër shtëpia. Unë po e pastroj që të ik, e ta le Klajdit ta qel. Kështu që nuk e di po ka kuptime edhe kjo që po bëj. Por bere bartrurim nuk do më linte. I krehat nga shtëpia po mos ta bëja edhe këtë procedurë. Se edhe Klajdi do vi në Shqipëri, po do vi javën tjetër, nuk do vi tani me mua, do takohemi mbas pak ditëve. Ky lavamani im i bukur është, por ta dini nuk volit që të bësh punët shpejt çdo ditë. Sa më të thjeshta të jenë mobiljet e banjës, aq më thjesht pastrojnë. Tani po të bëja shtëpi, do mirja mobilje me thjesht të bardhë. Jo, barabar do mirja diçka dizajn. Por thjesht e kam pranuar këtë tetruri, edhe e di që vuaj nga koka ime, edhe nga zgjedhjet që vetë un kam bërë. Po i them për ndonjë nga ju që nuk don të vuaj, që është më normale, ose që ka njerëz të tjerë që vinë dhe ju pastrojnë shtëpinë e nuk merreni juve. Qarë solle bosi? Sepse do haj që do haj e ke gjithë javën, pse mos e filloj që sot? E meritoj, kam bërë shumë punë, jam lodhur, nesër do zjojmë herët. Do zjojmë të 2 çka herët, kështu që pse të ri të gatoj e darkë? Jo. Ç'a kërkon ti atje ore? This looks delicious. Mirëmëngjes nga aeroporti. Çdo gjë në rregull, bëra check-in-in, futa valixhen. Biles që kur ka marr pasaportën greke të re, nuk ma kalon këtu te aeroporti i Bolonjës automatikisht. Gjithmonë më thot shko te kontrollet. Sot hera e parë që ma mori automatikisht direkt me provën e parë, sa e futa. Të gjitha mirë, edhe sa po ula, kuptova që nuk ka marr me vete kufjet. Njerëz duhet të udhëtoj pa kufje, nuk e di si doja bëj tani, sepse gjithmonë udhëtimet e mia me kufjet edhe dëgjoj podcast, që të kaloj në orë. Nuk e di si e bëra këtë gabimin. Të gjitha e kontrollova, kisha bërë edhe një listë me të gjitha gjërat që duhet marrë dhe mos i haroj. E thash jam super organizuar, të gjitha do shkojnë mirë. Jo, kur nuk bëj lista, haroj më pak gjëra se sa sot që bëra edhe listë.
Udhëtimi heci shumë shpejt. Barabart më mungovi të dëgjoj podcaste. Edhe arrita, jam këtu, po pres të dal valizja. Edhe sa herë që vi në Shqipëri, më besoni, nuk dua të flas keq. Se më shkreti një gocë edhe mos fol keq për Adeu, nuk dua të flas keq. Por vere gjëra që janë fakte. Do me thënë është fakt që neve si popull në situata të caktuara nuk dim të sillemi. Një nga ato situatat e caktuara është sa po këmbët e avionit prekën tokë. Ngrihen të gjithë në këmbë. Edhe presin në këmbë me çantat në përdor, nuk e di çfarë presën. Ishte ulur afër me mua një teta, u ngrit edhe ajo direkt, ajo ishte në dritare. Unë isha numrit C, do me thënë te pjesa e korridorit. Edhe më pa që nuk u ngrita. Edhe u çorientuas, po kuptonte çfarë po ndodhte. Ul, po më shifte. U ngrit prap, do me thënë si mbase po të ngrihem prap do ngrihet e kjo. Po nuk isha ku të ngrihem, se xha, ishte plot korridor. Edhe të ngrihesha, nuk isha ku të shkoj. Edhe pastaj kjo gjëja që nuk dim të mbajmë radh fare. Po zero njerëz. E le njërin të fute, le të dytin, le të tretin, po se shkon. Thjesht vazhdojnë të kalojnë, se nuk e di, si tha edhe një teta te fruta verdura ta marrën për dobësi mbase këtë gjë. Po realisht, mua personalisht që njeri më duket mungesë kulture dhe edukate mos mbas sharadh. Nëse e kanë kryesisht moshat e mëdhaja, edhe jo bashkëmoshatarët e mi këtë gjë për shembull, që i kanë ngelur nga komunizmi, kur shkonin të mirënin nuk e di, vaje, buke, mjell, edhe duhet të vraponin kush është i pari në radh të marr, po nuk arrite, nuk merr të hash, nuk e di, kanë ngelur diçka e ktill mbase. Por sa herë që vi në aeroport, nuk është si në çdo aeroport tjetër të botës, që të gjithë presëm, zpresëm, me avash, len ata që kanë fëmijë për shembull ose janë mosha më të mëdha prioritet të kalojnë këndende. Jo, këtu është luftë. Mua më lodh kjo situatë. Tu beka super mega vap, shqyrë se ka marrë vetëm roba me mangë të shkurtra. Dua t'ja fus mega gjumë në këtë moment. Por, do duhet të zbres si gjithmonë, të ble ujë, do një gjë të vogël të ha, sepse ka vajtur ora 12. Idealisht do beja makarona në shtëpi, por nuk e kam këtë kurajon, sepse duhet të kthehem edhe të laj balkonin. Duhet të laj balkonin sot, që të mundemi të gjitha gjërat që janë të balkonit, tavolina, ajo që ndejmë robat, t'i nxjerrim jashtë që të kemi hapësirë këtu brenda, të vërtitemi njerëzit, të bëjmë punë, sepse edhe robat e bazarit ja kam dërguar Klintit në Elbasan. Klinti do mi sjell sot. Edhe do mbushet tu roba e valixhe dynjaja. Do bëhemi super mega rumur. Që nesër fillojnë ditët e rënda, kemi takim pas takimi. Janë gjëra shumë të bukura, por nuk do kem kohë të merrem me balkonin e me shtëpinë. Prandaj le ta heq sot qafe si punë. Arin edhe Leana me Davin sot, arin më vonë nga ora 6 e mbasdites ata. Endia, hapa edhe ujtin e shtëpisë, ndezoj edhe dritat, because I am a grown independent woman. Of course. Edhe dini çfarë? E bëra edhe këtë punën. Mora një sanduiç, qesh me vezë, shpresoj të më pëlqej, e të jeti freskët. Mora edhe një ujë, edhe një Fanta. Kaq kisha durim të merrem. Duhet të vë në prizë dhe frigoriferin unë. Mirë që qen ka i lehtë. Dan. Ta fshi pak tavolinën, të paktën këtu ku do ha, mos hasi për plurave. Është mjaft decent. Ose kam shumë uri, nuk e di. Mblodha flokët, unë thash të filloj punën. Nxora gjërat, fillova pak të fshi, po ikën edhe dritat, edhe ujiti. Rej dritat erdhën. Jo, nuk erdhën. Mu duk sikur ishte e ndezur, por nuk është e ndezur. Kjo është kështu duket në kamera. Kështu që duhet pres të kthen. Le të bëjmë fokus te ana pozitive, cila është që jemi mirë, ka diell, do na vi sot më trushka, të gjitha mirë do shkojnë. Nuk do të demoralizojmë unë për një orë që do i kujt me dritat. Kalovi ora, ka erdhur Klinti që duhet shkojnë të marrë me Leanën me David. Po ndërkohë më ka sjell edhe rrobat e bazarit. Më dërgovi foto që e kishte mbushur makinën plot. Duhet të shoh tani realitetin e të gjithë atyre që kanë dërguar. Ja ku është. Po vjen një tjetër mbrapa. Goca që po ngiste kishte timonin me një dorë edhe bebin të porsalindur te dora tjetër. Jo po karroca sigurimi për familje, ja po lidi kështu, ja po ver pasir ka ashtu, ja po kënde Balkan lifestyle, Balkan. Tu në kratë e mami dori. Është vështirë situata. Të shoh tani do i zbres. Se ka edhe këtu, nuk kam mbaruar. Do e parkoj me e viti që ndarë. Taran! Welcome Hello. to our house. Hello, I'm also here. Tora afta po pirame. Ne. Do bëjmë hol, sepse vajtëm edhe në supermarket. Do bëjmë holin bashkë me çunin misterios. Super. Se më tha çunin misterios, do ta bëjmë bashkë. I thash po hajde, bëjmë bashkë. Prit. Po, pres. Se unë do vi këtu. Deri këtu, mos u spostoj që këtu. Ja, deri aty. Fillojmë. Kokoshka. Nuk janë kokoshka, por e kuptuat. Kemi edhe një tjetër me kokoshka. Taj. Super. Morëm patatina lace me rigon, se Angela në Itali nuk ka lace me rigon. Se Lacey nuk i ka sjell lacet me rigon në Itali. Jo, nuk ka lace në Itali. Jo, nuk ishte fare lace. Jo. Ka lace në Itali. Jo, Lacey është grek. Po ekziston ndonjëri që punon në lace, lutemi çoni lace në Itali. Sepse ne i bëjmë mix, kështu i hajmë bashkë. Pastaj morëm një Coca-Cola të madhe, Shko ka edhe flamurin, thot Albania. 4 qibuka. O, ke marrë pikant. Morëm 2 shokofreta, pastaj një bruschetta
biskete, një Kinder me çokoladë, Shumë mirë e ke Holin, bravo! Po. I'm so proud of you! një Red Bull, 2 P52 edhe kaq me ushqim. Pastaj fillojmë me gjëra për shtëpi. 3 spungjër për banjo, Eco Bathroom, kjo është për mikrobet. Pse se mora kitchen? Ska gjë. Lajmë edhe bathroom edhe kitchen. Morëm një sapun për pjatat. Më të lirin që gjeta të Më të mundshëm. lirë të kishte. Pastaj morëm një kolinos edhe një kështu për dhëmbët. Vetëm njeri do i laj dhëmbët të ta. Vetëm unë do i laj dhëmbët, të tjera thanë me se pi ujin e. Ose do i lajmë të tre bashkë me një. E pastaj morëm edhe këto që janë letra bashkë. Po zien, sepse Devi ofrua të bëj hol të kanali ime, thotë Elana te imi nuk don të dalë. Te imi nuk flet kur i them fol. E bëri për mua që më Po. ka kunat. Prandaj u sakrifikua për kunate. Them që t'ju le diku këtu sepse po bënet Eliana vlog edhe do i ngatrojmë, do shikoni të njëjtat gjëra edhe nuk e duam këtë. Prandaj un po ju mbyll me kaq edhe do shifemi te vlogu i radhës se do jetë mega super wow. Me zër po pres ta filmoj edhe pastaj edhe ju ta shikoni. Motra hajde këtu. E ti them kodin që kam të laptopi. Mos e thoj kodin që ke te laptopi të lutem. Dikush që nuk të njeh nuk do i shkoj në mendje. Ore dhe të t'i dhe i shkoj në mendje dikujt që ke vënë atesi. Kështu që neve do shifemi si gjithmonë te video radhës. Super skin, motra, wow, cinematic.